sepse smundjet e zorës janë të shumta. Apo? Po, janë të shumta, janë një grup i smundjeve në zorën e trash, ku më të shpeshtat, që i takon edhe moshës femirore, është jashtë e quajtur megakoloni aganglionar, do të thonë një kolon aganglionar për shkak të mungesës e ganglionëve, do të thonë të innervimit, që pastaj përcillet edhe në moshën e rritur. Kemi smundje të ndryshme inflamatore, pra smundje inflamatore që na zakonisht i karakterizojmë që si i ndajmë në dy grupe të mëdha, si kolit ulceraz dhe morbus Crohn. Normalisht se ka edhe smundje tjera, se që janë të tipit limfocitar, kolagenaz, mikroskopik e tjera, por që janë shumë më të rralla në krahasim me këto. Pastaj kemi edhe divertikulozën e zorëve, që është një fenomen i cili sidomos në moshën e shtyrë, domethënë në moshën e rritur, janë më prezente dhe bëjnë probleme bukur shumë, dhe natyrisht ajo më e rënda që është e zorës së trashtë, karcinoma kolorektale, e cila është e treta përkas së mundshmëria në botë, për arsye se te mashkujt prinë vetëm karcinoma prostatës dhe karcinoma bronhopulmonale, ndërkaq te femrat karcinoma gjiri dhe karcinoma bronhopulmonale, dhe në vendin e tretë pra kemi karcinomen kolorektale. Natyrisht edhe me vdekshmëri mjaft të lartë, ndoshta jo më të lartë dhe jo më të shpejtë se sa të disa karcinomat e tjera, por që është, po them edhe një herë, bukur e shpeshtë. Bukur e shpeshtë edhe në vendin tonë. Edhe në vendin tonë. Po të ndalemi kështu në mënyrë pak me kronologjike t'i prekim, që në mënyrë që t'ju japim përgjigje edhe shqetësimeve të pacientëve tuaj e shikuesve tanë këtë rast. A të ndalemi fillimisht te sëmundjet inflamatore, të cilat edhe janë të shpeshta, por edhe që nëse i trajtojmë me kohë mund të shërohen më shpejt. Po. Smundjet inflamatore janë bukur shpeshta në kohën e sotme. Mbaj mend para luftës së fundit nuk kanë qenë edhe aq të shpeshta sikur janë shtuar në kohën e pas luftës, ndoshta edhe mënyrat e ushqyerit, ndoshta edhe stresi, ndoshta edhe shumë gjëra të tjera të cilat mund të ndikojnë në këtë smundje. Por në përgjithësi smundjet inflamatore të zorës janë smundje me natyrë imunologjike, domethënë me natyrë autoimune. Për auditoriumin që ta kuptojnë më lehtë se çka është kjo autoimune imunologjike, është se për shkak të një infeksioni apo për shkak të një evenimenti që ka ndodhur në zorë para pak kohësh, ka ndryshu struktura e zorës, dhe tash ajo strukturë ndryshume e zorës mirët nga aparati imunologjik si diçka e huaj. Prandaj edhe krijohen antitrupa të cilët janë të drejtuara kundër strukturave të zorës së vetë pacientit. Pra, kështu qëndron ai sqarimi më i thjeshtë se si vjen deri te smundja dhe natyrisht më i kuptueshëm edhe për auditoriumin. Zakonisht na i ndajmë në dy grupe, pra dy grupe të mëdha, si kolit ulceraz edhe si Crohn. Natyrisht se këto i kanë ngjeshmëritë e veta, por se i kanë edhe dallimet e veta. Edhe në aspektin e lokalizimit, edhe në aspektin e histopatologjisë, edhe në aspektin e komplikimeve, por edhe në aspektin e trajtimit, edhe domethënë të gjëra tjera që lidhen me këto dy smundje.